teksa po transmetoj spektakli i Big Brother, ku teksa Jozi po dilte nga shtëpia e Big Brother pasi u eliminua pas votimit për finalistët, ai juajti me shuplak Gjestin. Kam të ftuar në një lidhje Skype nga Prizreni Ron Kastratin. Falenderoj shumë që gjete një mundësi për të komentuar këtë të diel, një veprim jashtëzakonisht të dënuar të Jozit. E vlerësoj sigurisht që në raste të tilla ne bashkëpunëtorë, profesionistë, media, aktivistë shumë duhet të jemi të mirë koordinuar për të reaguar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në opinionin e gjerë për ta desensibilizuar situatën tronditëse dhe ta themi kështu ankthndjellëse për të gjithë ata të cilët janë sensibël ndaj këtyre situatave, e që unë kam marrë shumë mesazhe dhe shumë reagime, vetëm për një rast të cilin unë do ta konsideroja si një akt të paprecedent, sepse nuk ka ndodhur apo nuk më të ketë ndodhur ndonjë reality show që një veprim i tillë që lirisht më themi se cilësohet si i dhunshëm, i papritur, disa po e quajnë edhe brutal. Unë konsideroj që në këto ngjarje në reality show, gjërat duhet të monitorohen në mënyrë vigjilente nga profesionistët dhe përgjegjësit kryesor të produksionit, dhe duket sikur ky veprim nuk është monitoruar mjaftueshëm. Për ne shqiptarët në Kosovë, kjo na ka rënduar jashtëzakonisht shumë, sepse ne në fillim pam një Joz që gati thuajse ishte penduar për ato që i kishte menduar, e kishte thënë, paragjykuar mbase për Gjestin në fillet e para të atyre dinamikave që Gjesti në relacion me Jozin i kishin zhvilluar bashk në një lojë si kjo në reality show. Por tani, në pikën vështrimin psikologjik e analitik, ky akt i paprecedent sipas gjithmonë themi opinionit tim dhe qëndrimit tim personal, duke u bazuar në çësjet e thellësishme të psikanalizës apo teorive të cilave burojnë nga kjo perspektivë, unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me ndjenjat e brendshme të frustrimit, e të pasigurisë, e të zemrimit të Jozit, të cilat i ka projektuar tek Gjesti, dhe në relacion me Gjestin mendoj që ai është ndjer i refuzuar ose i dështuar, e që ky frustrim pastaj, ky agresion i brendshëm sigurisht që përveç se është projektuar tek Gjesti, ai në ato momente mund ta ketë parë edhe Gjestin si objekt i një agresioni, ku dhe në atë situatë evidente e ka shpreh një sjellje të cilën ne sigurisht që mund ta cilësojmë jo vetëm të dhunshme, por edhe papranueshme për gjithë audiencën, publikun dhe njerëzit të cilët e ndjekin këtë spektakël të shikuar 24/7, e që sigurisht që duhet të jetë jo vetëm i monitoruar, por edhe i menaxhuar nga këto veprime, ta themi kështu, anti-humane, sepse të godasësh një njeri në një reality show ku ndiqet nga miliona shikues, e që të godasësh një protagonist që mund ta fitoj Bigun e Shqipërisë, e që unë kam binjë se do fitoj, patjetër. Kjo çfarë nuk kupton? Xhelozi, inat, frustrim. Pra,
të gjitha këto mund të analizohen në sajt të një paneli profesionistësh e të cilët diskutimin e tyre mund ta procesojnë përmes një etike të mirëfillt për këto incidente të rënda në një reality show. Jeni ndjeni që reality show duhet ta kenë një vëzhgim të rjedhshëm e të pashkëputur për banorët aty në mënyrë që këto situata të mos përshkallëzojnë ashtu siç përshkallëzuan brëm. Pra, duhet jetë një vëzhgim ditor i sjelljes banorëve. A ka ndodhur kjo? Përveç saj, këto kode të sjelljeve që lirisht mund të jenë të ekspozuar për banorët dhe për audiencën, sa kanë qenë të përfillshme dhe prezente, dhe a ekziston mundësia që këto reality show dhe profesioniste dhe përgjegjës të produksionit të krijojnë një kanal të mbrojtjes për këto reagime të publikut. Ku them një kanal të mbrojtjes, publiku duhet të mbrohet nga këto promovime dhe këto veprime të dhunshme që përveç saj mund të keq modelojnë gjendjen socio-emocionale të gjithë spektatorëve që ndjekin këtë reality show. Dhe në vijimet unë më konsideroj që ky veprim i Jozit edhe me 1000 pendime nuk do të mund ta justifikonte atë se çfarë i shkaktoi gjestit një djali të ri me shumë energji e që ka bërë një punë të palodhshme, atraktive në një reality show, pa e goditur asnjëri tjetër, ato lojrat me vezë, ato ngacmimet janë brenda lojës, por në një reality show, goditjet brutale ndaj tjetrit janë jo vetëm të paprecedenta, por dhe të palejuara, dhe kjo i është bërë me dije banorëve kur janë futur aty, kur kanë qenë pjesë e një procesi vlerësues. Dhe për këtë, unë sot kam vendosur pra ju edhe të parashtroj një model propozimi për një protokoll të etikës brenda standardeve në kuadër të shëndetit mendor, që ka të bëjë edhe për etikën mediatike, edhe për mbrojtjen e audiencës nga ndikimet dhe sigurisht edhe për këto situata të përshkallëzuara që kanë të bëjnë me veprimet e dhunshme dhe jo sigurisht jo të drejta për një reality show si kjo e Big Brother. Në vend se Big Brother të promovonte një lojë spektakolare pa prekur ndjeshmëritë e njerëzve, audiencës që e ndjekin, por kur them pa prekur ndjeshmëri, kam fjalën pa stimuluar apo nxitur agresionin tek ata, çfarë ndodh? Ne shohim një veprim të dhunshëm të një personi që ndjehet i pamenagjueshëm në ato momente. Imagjinoni se këtu kemi të bëjmë me problemin e kontrollit të impulseve, dhe sigurisht që kjo nuk mund të justifikohet në asnjë lloj forme. Gjesti e hapi derën dhe i tha, ja tani mund të shkosh. Dhe kjo cilësohet burëri, kur dikush i hap derën dikujt për të shkuar me ta. Gjesti nuk i dha asnjë lloj fjale tjetër, ja shiko se je humbës, dështake, dështove, ja urdhë, i japi derën në mënyrë miqësore. Kjo ashtu nga këndvështrimi dhe perceptimi im, ashtu e shoh. E hapi derën, vazhdo tutje dhe doli edhe ta përshëndeste. A e kupton? Pra, gjesti nuk e ka provokuar gjatë daljes rrugës në korridor tek dera. Ai thjesht hapi derën dhe priste Jozit ta takonte në mënyrë miqësore në një sjellje krejtësisht etike, dhe çfarë mori gjesti si përgjigje? Një goditje flagrante e brutale nga Jozi, me idenë se, ashtu siç edhe dëgjova e pash në portalet mediatike, nuk ka burr që më hap mu derën. Çka ka lidhje këtu burëria? Se shoh dhe komente, burr veprim prej burrit. Çka ka lidhje burëria këtu? Nuk e kuptoj.
se tani po e kthem edhe në një situatë më pak të ndjeshme, i kërkoj falje audiencës, por nuk ka lidhje bururia këtu. Këtu thjesht feedbacku do duhet të ishte feedbacku i Jozit. Gjesti, faleminderit. Dhe tani ke qenë super i menaxhueshëm, ke qenë një lojtar protagonist, të uroj sukses e vlla dhe vazhdojmë tutje. Joni, Kjo është e papranueshme. a kishte sinjale që Jozi mund shkonte drejt veprimeve të dhunshme gjatë qëndrimit të tij në Big Brother? Reagimet e banorëve, veprimet dhe kompleksivitetet e sjelljes me njëri tjetrin gjatë gjithë kohës kanë qenë në presionin e ndikimin e audiencës, monitorimit të kamerave, ndikime mediatike nga jashtë apo krijimi të ideacion në mendjen e banorëve se si po perceptohen nga publiku, çfarë mbështetjes marrin, si komentohen sjelljet e tyre nga opinionet dhe qëndrimet e atyre që i ndjekin, analistëve, dhe sigurisht që kjo jo vetëm tek Jozi, por të shumë banorë të tjerë mund të nxjisë në disa raste impulsion, nervozitet, sjellje të papërshtatshme apo të pakontrolluara, mungesë të një kontrolli të thellësishëm emocional, mund prek edhe ndjeshmëritë e gjendjeve të tyre psikologjike në disa raste, që sigurisht që Jozi, Laerti dhe shumë personazhe të përfolura në këtë reality show mund të jenë treguar tendencios ndaj Gjestit, vetëm duke amensuar se ky është një i ri e që nuk lexon fare, nuk ka lexuar fare, është i pashkolluar, si është e mundur që mund të jetë protagonist apo mund ta fitojë Bigun. Ja pra, këto klasifikime dhe këto perceptime të shtrëmbruara të paqëna, se kur them të paqëna, nuk mund të jemi plotësisht sakt në atë se çfarë mendojmë dhe kërën përshtimin për personin tjetër, pa pasur argumente dhe fakte. Dhe këto kanë nxitur konflikte, pra këto klasifikime, këto ideacione dhe këto përshtypje e kanë bërë dinamikën e reality show të jetë shumë e nxehtë dhe deri diku, jo vetëm deri diku, por në shumë situata dhe konfliktuoze.